Të dashur miq, sot do t'ju tregoj një histori me vajzën time Ana që më ka ndodhur disa vite më parë. Dëgjojeni se ndoshta ju dini një histori të ngjashme. Sot jam 90 vjeçe. Kur isha 82, Ana donte të më mbushte mendjen që të shkoja në një shtëpi pleq. Më dukej vetja si një mobilje e vjetër që donin ta hidhin tutje. I thash, Ana, unë nuk do të shkoj në shtëpinë e pleqve. Më ka mbetur ende shumë jetë brenda meje, kështu që nëse ti nuk kujdesesh për mua, unë do të kujdesem për veten time. Unë kam kursimet e mia dhe do t'i përdor ato për të punësuar një kujdestar për të më qëndruar këtu në shtëpinë time. Ana duke shumë e nevrikosur. Ajo duke si po çmendej, kërkonte të merrte në dorë paratë e mia. Por tashmë ajo ishte në një gjendje të keqe, sepse plani i saj i vogël nuk do të funksiononte. Për të unë isha thjesht një gjë e vjetër që mund t'i siguroja paratë që donte urgjentisht. Mami, nuk do rrish këtu. Unë jam në punë. Nuk kam besim të vi njëri tjetër. Jo, i thash. Unë do të rri në shtëpinë time derisa të vdes. Jam e zonja vetes, por edhe nëse nuk jam, kam paratë e mia. Ana u largua e nevrikosur nga shtëpia. Ajo filloi të më mbante qëndrim. Kaloi më shumë se një muaj që nga vizita e saj e fundit. Ajo nuk donte as që ta shqetësoja dhe ta merre në telefon. Hera e fundit që folëm ishte kur më tha, nëse ti mendon dhe vendos atëherë se duhet të shkosh në shtëpinë e pleqve, më merr në telefon, por ndryshe, jo. Imagjinoni, isha 82 vjeçe, kisha vetëm një vajzë. Gjithçka që mendoja këtë ditë ishte se si Zoti nuk më dha kurrë një djalë apo një vajzë tjetër. Dikush që do të më jepte pak dashuri. Kisha vendosur t'i jepja Anës një mësim. Mora avokatin, u konsultova me të dhe më pas vendosëm ta thërrisnim Anën për të biseduar mbi trashëgiminë. Avokati filloi të flasë. Zonja Ana, nëna juaj ka vendosur të marrë kontrollin e aseteve dhe të mirëqenies së saj. Ajo ka caktuar ligjërisht kursimet dhe pasurinë e saj të menaxhohen nga një trust me udhëzime të qarta që i sigurojnë komoditetin dhe kujdesin pa ndërhyrje. Kishte disa javë që Ana nuk vinte të më vizitonte. Shtëpia ishte e qetë. Unë kaloja ditët e mia me lexim, kopshtari dhe kënaqësi në shoqërinë e një kujdestare që kujdese vërtet për mirëqenien time. Atë mbrëmjen, derisa ula për darkë, mora një telefonat nga Ana. Zëri i saj ishte më i butë dhe më i përulur. Mami, më vjen keq, tani e kuptoj sa gabova. A mund të fillojmë nga e para? Duke marrë frymë thellë, u përgjigja. Ana, nuk është vonë kurrë për të ndryshuar. Mund të fillojmë nga e para. Por ti do të kuptosh se gjërat janë ndryshe tani. Respekti dhe dashuria duhet të jenë të parat. Vizitat e Anës filluan të ishin më të shpeshta. Këtë herë më me kujdes dhe më me respekt të sinqert. Marrëdhënia jonë dal nga dal u përmirësua. Madje e zhvilloi një raport të mirë dhe me zonjën që më shërbente. Mund të shija se mësimi ja kish vlerëtur. Ajo e kuptoi tani që veprimet e saj kishin pasoja dhe se dashuria e vërtet për një prind tregohet përmes respektit dhe kujdesit, jo përmes lakmisë. Ndërsa sot jam ulur këtu duke pirë çaj, duke parë perëndimin e diellit, jam mirënjohëse për forcën që gjeta brenda vetes. Unë tani jam 90 vjeçe, por jam ende e aftë të marr vendimet e mia dhe të jetoj jetën time sipas kushteve të mia. Ana dhe unë kemi gjetur një mirëkuptim të ri dhe shtëpia ime
është përsëri e mbushur me dashuri dhe respekt. Kjo përvojë më ka dhënë një mësim se nuk është kurrë vonë për të ngritur veten, për të kërkuar respektin që meriton dhe për të mësuar atyre që të rrethon kuptimin e vërtetë të dashurisë dhe të familjes. Të nderuar miq, kjo ishte video për sot. Nëse ju pëlqeu, ju lutem bëni share dhe na bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit për kohën tuaj.